الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndërimi dhe lavdratat I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, salatët, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë me kapitullin e radhës që ka pru Imam Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad, babu ithmi qati'ir rahim. Kaptin mëkati I atij I cili I ndërpret lidhjet farafisnore. Pasi që na tregoi në përmet haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ky imam I muslimanëve për obligueshmërinë e mbajtjes së lidhjeve farafisnore dhe së fundmi në kapitullin e fundit folon se respektohet apo mbahet lidhje farafisnore me prioritete të afërmit dhe pastaj me radh. Duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju këshillon, ju urdhëron të respektoni nënat tuaja, të respektoni nënat tuaja, të respektoni nënat tuaja, pastaj baballar tuaj, pastaj Allahu ju urdhëron më të afërmit dhe më të afërmit dhe kështu edhe kështu me radhë. Pra ne jemi të obliguar që të mbajmë lidhjet farafisnore me të gjithë. Ne jemi të obliguar që të mbajmë që ta kemi raport në mirë me të gjithë. Mirë po në qoftë se ndodh ndonjëherë kujna me I dhënë përparësi, përmendëm jo në kaluar babës apo nanës, në rast se të dytë në kohën e njëjtë kërkojnë diçka prej neve, atëherë punohet me prioritete. Fillimisht nanës, pastaj babës. E kapitulla e sotshme fol për mëkatin e atij I cili I ndërpret lidhjet farafisnore. Nga Xhubair ibn Mut'im se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: La yadkhulu al-jannata qati'u rahim. Nuk futet në xhennet ai I cili I ndërpret lidhjet farafisnore. Dhe ky është hadithi më kërcënues në këtë kapitull. Nuk futet në xhennet, kurse na gjithë jetën e jetojmë për me fitu xhennetin e Allahut, për me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, për me fitu atë të cilën Allahu e përgatit me durrët e veta për besimtarët. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thot, nuk hyn në xhennet ai I cili I ndërpret lidhjet farafisnore. Thot Imam Nawawiu, si me kuptu këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thotë mbartim në dy shpjegime. Shpjegimi I parë, hamluhu ala may yastahil al-qati'ata bila sabab wala shubha ma ilmihi bitahrimiha fa hadha kafirun yukhalladu fi an-nar wala yadkhulu al-jannata abada. Thotë shpjegimi I parë është që ta mbartim hadithin në atë I cili e lejon, e ban halal ndërprejtjen e lidhjeve farafisnore, pa ndonjë shpjegim, pa ndonjë arsye, pa ndonjë dyshim, duke e ditë që Allahu e ka bo haram. Thotë ky njeri është kafir, është përgjithmonë I zjarrit të xhenemit, asnjëherë nuk hyn në xhennet. Pra me thonë dikush pa pas ndonjë dyshim, pa pas ndonjë shkak, me thonë lejohet me ndërpret lidhjet farafisnore. Thotë Imam Nawawi, ky njeri është kafir. Yukhalladu fi an-nari wa la yadkhulu al-jannata abada. Nuk hyn në xhennet asnjëherë dhe është në zjarrin e xhenemit përgjithmonë. I cili thotë kështu, e I cili nuk ka ndonjë shkak. Pse mos më marr lidhje farafisnore? Pse më ndërprej? Nuk ka ndonjë dyshim. Në qoftë se vetë kështu thotë. Thotë dhe kuptimi I dytë
Ma'nahu la yadkhuluha fi awwal al-amr ma as-sabiqin. Kuptimin që mundemi me mbart është se nuk hyn xhennet ai i cili i ndërpret lidhjet farafisnore, nuk hyn xhennet me njëherë me ata të parë çka hyn. Po hyn njerëz në xhenemit, pastrohen, bëhen të përshtatshëm për me hyn xhennet dhe pastaj hyn xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk hyn fillimisht. Pse? Për shkak se është prej mëkateve të mëdha. Për shkak se është prej mëkateve të mëdha. Nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, nga dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se ka thënë inna rahima shajnatun min ar-rahmani taqulu ya rabbi inni zulimtu ya rabbi inni quti'tu ya rabbi inni fayujibuha ala tardayna an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. Ky hadith është përmendur edhe më herët në kapitulat e kaluara. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lidhja farafisnore është nyje min ar-Rahman, prej Rahmanit, prej emrit Rahman. Dhe në hadithin e ka ardhur që Allahu ja ka dhënë emrin sipas emrit Rahman, ja ka dhënë edhe lidhjet farafisnore, Rahim. Pra është çështje shumë e lidhur dhe shumë madhështore te Allahu subhanahu wa taala. Thot lidhja farafisnore, o Zot, mu më është bo pa drejtësi, o Zot, është shkëput lidhja ime, o Zot, mua paraqet ankesa. Fayujibuha, e Allahu i përgjigjet, ala tardajna an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. A nuk je kënaqur që ta shkëputi lidhjen me atë çka ka shkëput lidhjen farafisnore dhe ta mbaj lidhjen me atë çka e mban lidhjen farafisnore. Pra, edhe hadithi i dytë është shumë madhështor dhe shumë kërcënues për ata të cilët i ndërpresin lidhjet farafisnore. Pra me ata që kemi obligim me i mbajt lidhjet farafisnore, me i mbajt për shkak se rreziku është shumë i madh. Çka është rreziku? E para, nuk hyn xhennet. Nuk hyn xhennet fillimisht me besimtar që hyn vonë. Vonohet hyrja në xhennet. E dyta, rreziku i dytë është se Allahu shkëput lidhjen me ty. Apo me atë i cili e shkëput lidhjen farafisnore dhe Allahu e mban lidhjen me atë i cili i mban lidhjet farafisnore. Hadithi apo transmetimi tjetër nga Said ibn Sam'an thot sami'tu Abu Hurairata yata'awadhu min imarati as-sibyani was-sufaha'i. Thot Said ibn Sam'an, e kam dëgju Abu Hurairën duke kërkuar mbrojtje prej udhëheqjes së fëmijëve dhe mendjelehtëve. Udhëheqjes së fëmijëve dhe mendjelehtëve. Kan thënë dietarët, çka ka lidhje ky transmetimi i Abu Hurairës me kaptinën çka po flasim na? Ai çka e ka ka kërkuar mbrojtje prej udhëheqësisë e cila udhëhiqet prej fëmijëve edhe prej mendjelehtëve. Ka thënë dietarët, për shkak se fëmijët dhe mendjelehtit nuk i dinë rregullat, i shkëpusin lidhjet farafisnore. Dhe me transmetim është pyet Abu Huraira cilat janë sinjalet, kanë thënë an tuqta al-arhamu wa yuta'a al-maghwiyu wa yu'sa al-murshidu. I ka thënë cila është shenja e udhëheqjes së mendjelehtëve dhe fëmijëve, ka thënë të shkëputen të ndërpriten lidhjet farafisnore. Tjetër, të respektohen devijuesit dhe mos të respektohen udhëzuesit. Dhe na në kësi lloj zamani jena, edhe pse e shohim tash më poshtë, pothuajse në kohën e Abu Hurairës ka ndodhur kjo. Dhe Abu Huraira e ka ditë mirë se kush janë ata që kanë më udhëheq prej fëmijëve dhe mendjelehtëve. Po si ka përmend me emra. Po kjo është prezente edhe në zamanin tonë. Që udhëheqësia u takon dhe e kanë marrë udhëheqësinë mendjelehtit ose fëmijët. Respektohen devijuesit. Ma shumë ka respekt
një futbaler se sa një dietar. Ma shumë ka respekt, gëzon respekt një politikan i cili nuk ka derë të kufrit, të shirkut, të fiskut, të degenerimit, të fesadit që nuk e ban, megjithatë respektohet. Me skandale oficiale të pranuara, për të cilat gjykohen nga ana e tyre, me burge kujt i çkane, përsëri respektohen. I del skandali me tulli çfarë skandali, i zinas, i degenerimit, i vjedhjes, i korrupsionit, i mashtrimit, i rrenave, edhe përsëri del në skenë dhe kërkon votu për njerëzve dhe njerëzit e respektojnë. Kjo është ky zamani jonë. Dhe nuk respektohen ata që duhet të respektohen, hoxhallarët dhe dietarët, të cilët e shkrijnë jetën e tyre për të mirën e fesë Allahut subhanahu wa taala, për shkufej Allahut xhelel xhelaluhu përpara. Thot Amr bin Said, ka transmetuar gjyshi im, ka thënë, isha ulur me Abu Huraira radhiyallahu anhu në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, dhe me neve ishte Marwan ibn Hakam. Tha Abu Huraira, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, halakatu ummati ala yadi ghilmati min Quraysh. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkatrimi i ummetit tim ka më ndodhur në dorën e disa të rive prej Qurayshve, disa fëmijëve të rive prej Qurayshve. Fa qala Marwan, tha Marwani, la'natullahi alaihim ghilma. Allah i mallkoft të fëmijë. Që shkon me shkatru ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Abu Huraira, law shi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Thot, ka thonë Abu Huraira, me pas dash me kallzu kush janë, kisha me kallzu. Kisha me thonë janë filan të kabilës, filan të mahallës prej Qurayshve. Po se ka thonë. Thot Amr bin Said, fa kuntu akhruju ma jaddi ila bani Marwan hina malaku bish-Sham. Thot u thoja me gjyshin tim në kohën e pasardhësve të Marwan ibn Hakam, fisi ibn Umayya. Thot, kur ata e kishin pushtetin në Sham, fa idha ra'ahum ghilmanan ahdathan qala lana asa haula'i yakunu minhum. Dhe kur ishin të udhëhecit se ishin të ri, djelmosha të ri, thonte mendoj që mund me qenë këta. E Amr bin Said i ka thonë ti e di më smirti. Pse ka kërku mbrojtje? Për shkak se ata nuk din mi mbajt lidhjet farefisnore, i ndërpresin lidhjet farefisnore. Kaptina tjetër, uqubatu qati'ir rahimi fi dunya. Dënimi i atij që ka i ndërpret lidhjet farefisnore në këtë dunjë. An Abi Bakra se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ahra an yu'ajjil Allahu li sahibihi al-'uqubata fi ad-dunya ma yudakhkhiru lahu fi al-akhirah min qatiyati ar-rahimi wal-baghi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë mëkat i cili është më përparsor, për shkak të cilit njeriu t'i vjen dënimi në këtë botë, para asaj e cila është përgatit për ta në botën tjetër, se sa ndërprerja e lidhjeve farefisnore dhe shtypja, te kalimi i kufive në raport me njerëzit. Pra nuk ka ndonjë mëkat i cili bëhet shkaktar që më tar dënimi mas shpejti në këtë dunja, se sa ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Dhe kur ta lexojmë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në këtë kapitull, vallahi e shohim rezultatin në jetën tonë të përditshme, në shoqërinë tonë, që e përmenda në një prej ligjëratave se pothuajse nuk ekziston lidhje farefisnore. Sikur mos me pas ekzistuar asnjëherë lidhje farefisnore. Dhe nga ana tjetër, kemi disa probleme në shoqëri, kemi disa vështirësi në shoqërinë të cilën na jetojmë, që janë të pakuptimta, që njeriu nuk mund të mi gjetë zgjidhje, nuk mund të mi gjetë përgjigje, se prej ka kanë ardhur. Dhe vallahi një prej shkaqeve është ndërprerja e lidhjeve farefisnore.
Si është statusi atij I cili ndërpret lidhjet farefisnore, kanë thënë dietarët. E para, ai I cili ndërpret lidhjet farefisnore është fasik. Dhe kjo është shumë rrezik. Është për mëkateve të mëdha. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. I devijon me të, me Kur'anin disa dhe me të I udhëzon disa, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dhe nuk I devijon pos fasikat. Kush janë ata? Alladhina yanquduna ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. Ata të cilët e shkëputin atë të cilën Allahu ka urdhëruar me e lidh. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me lidhje farefisnore. Falja e namazit është obligim. Dhe jena të obliguar me lidh këtë çështje, me e fal. Në moment që nuk e falim namazin, e kemi shkëput këtë. Zakati njëjtë, agjerimi njëjtë, haxhi njëjtë, urdhat e Allahut në përgjithësi. Dhe një prej këtyre lidhjeve që Allah na ka urdhëruar, kështu silatur rahim, me lidhje drejt për drejt, ka thënë me mbajt lidhjet farefisnore. Me mbajt, mu kujdes për lidhjet farefisnore. Allah thot, ata të cilët I shkëputin ato, të cilat ka urdhëruar Allahu për t'i mbajt, bëjnë fesad në tokë, ulaika humul khasirun, ata janë të shkatruarit. Kjo ajet është në surën Bekare 26-27. E dyta, pasojë e shkëputjes së lidhjeve farefisnore është se ai I cili I shkëput lidhjet farefisnore, I ndërpret lidhjet farefisnore, nuk mund me kuptu të vërtetën. Nuk e shef udhëzimin. A ka marancë kjo? A ka marancë se sa me të mshel sy dhe mos me pa udhëzimin? A ka marancë se sa me ndëgju dhe mos me kuptu të vërtetën? Edhe mos me pasu të vërtetën? A ka marancë kjo? S'ka marancë kjo. Në moment që njeriu është I tillë, me njerë kalon në kategorinë tjetër të krijesave. Bëhet si kafsh, bel adallu sabila, bel edhe më keq se kafshët. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Thot Allahu jalla jalaluhu, a mos vonë nëse juve ju ipet pushteti, keni me bo fesad në tokë, edhe do t'i ndërpritni lidhjet farefisnore, edhe do t'i ndërpritni lidhjet farefisnore. Pastaj, thot Allah, ulaika alladhina la'anahumullah. Këta lloj njerëzve I ka mallku Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allahu I ka bo që mos me ndëgju dhe I ka bo të verbër mos me pa. Thot Imam Kurtubiu, na ka informua Allahu subhanahu wa ta'ala se ai I cili I vepron këto vepra, pra ban fesad dhe I ndërpret lidhjet farefisnore, këshilli vllazni, për neve subhanallahu, ndoshta deri çtash kjo meselja e shkëputjes, e ndërpretjes së lidhjes farefisnore s'ka qenë diçka, tamam e din që o keq, po jo keq, është shumë keq. Është shumë rrezik. Është shumë katastrofë. Thot Imam Kurtubiu, Allahu na ka informuar se ai person I cili vepron këto vepra, ban çrregullim dhe I ndërpret lidhjet farefisnore, e meriton mallkimin, Allahu na ruaj. Ai çfarë më thon me kjo? Ai çfarë më thon me një vepër që ti ke mundësi me kryer atë vepër me një telefonat, vëllazë. Mund të vesh me thini telefon dajën, që se ke pa 5 vjet, selam aleikum, çushia, ai mirë, familja këtë mirë, alhamdulillah, vesh me telefon. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mbajini lidhjet farefisnore qoftë edhe me një selam. Mas pakti ç'kjo. Me një selam. Dhe I përmendon, me një selam mas pakti, me ju ndihmu që se kanë nevojë, me bo duata Allahu xhel xhelalu për ata. Kjo mas pakti. Sa na kalojnë neve ditë, edhe javë, edhe muaj, edhe vite ndoshta. Pa I pa persona të cilat e kena obligim me mbajt lidhjen me ta. Apo për fat keq. Imam Kurtubiu thot, Allahu po na informon neve se vepruesi I këtyre veprave e meriton mallkimin, wa salbahu al-intifa'a bi sam'ihi wa basarihi. Thot, dhe e meriton që Allahu me ja marr
me ja marr dobin. Pra mos ketë dobi kur ndëgjon dhe mos ketë dobi kur shef. Hatta la yanqada lil haq, derisa mos t'i nështrohet të vërtetës. Wa in sami'ahu wa in ra'ahu, edhe në qoftë se ndëgjon, edhe në qoftë se shef. Faj'alahu kal bahimati allati la taqil, dhe ta ban Allah sikur çështja e kafshëve të cilët nuk meditojnë, nuk logjikojnë. Wallahi kjo rrezik shumë i madh. A kuptojmë se prej kam mundet me në ardhë mos bereqet njëtën tonë. Do pyetje të shumta që e kena, do probleme të pasgjidhura që e kena, do rrugë të mbyllura që e kena, prej kam mundet me ardhë. Ti këne ke mundësi me pretendu udhëzimin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, mirë po kjo pikë të ka ikë. Ama kjo pikë të ka ikë është shumë e madhe, nuk ka e vogël. Imam Kurtubi thot, e meriton mallkimin. E meriton që Allahu më ia marr dobin, mos me pas dobi kur ndëgjon ose kur e shef të vërtetën. E nin, si ka dobi, si ban dobi të dëgjuarit. E shef vërtetën me sy, nuk i ban dobi. A kena pak si njerëz? Kena pak si njerëz. Që e ndëgjojnë, si ban dobi. E shofin me sy, nuk i ban dobi. A i na tut ndonjëherë që edhe na mund me rakë si kategorie me ndëgju dhe mos me na dobi? E treta, qati'ur rahimi mel'unun wa lahu su'ul adhabi fi dunya wal akhirah. Shkëputësi apo ndërprerësi i lidhjeve farefisnore është i mallkuar dhe ka përfundimin e keq dhe ka dënimin e keq në këtë botë edhe në botën tjetër. Thot Allahu Jalla Jalaluhu në surën Ra'd ajetin 25, walladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ata të cilët e prishin premtimin që ka dhënë Allahu, pasi që kanë premtuar Allah, wa yaqta'un, dhe ndërpresin, e shkëputin atë të cilën Allahu ka urdhëruar me e lidh, me e mbajt, dhe bëjnë çrregullim në tokë, ata dhe për ata është mallkimi dhe për ata është përfundimi i keq, su'ud dar. Dhe kjo është një prej pasojave tjera të shkëputjes apo ndërprerjes së lidhjeve farefisnore. Dhe lidhja farefisnore ankohet te Allahu xhalla xhelaluhu. Ankohet te Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu i thot: a nuk je kënaqur që unë ta shkëputi lidhjen me atë i cili e shkëput lidhjen tënde, dhe ta mbaj lidhjen me atë i cili e mba lidhjen tënde. Allahu na bëf për aty që të mbajmë lidhjen farefisnore dhe kujdesim për ta. Babu lejse l-wasilu bil mukafi. Kaptin nuk konsiderohet lidhës apo mbajtës apo mirëmbajtës i lidhjeve farefisnore ai i cili e ban këta me kompenzim. E ban këtë me kompenzim. A kjo me kompenzim te na në Ballkan ndoshta, po te shqiptarët ndoshta veçanti është avancuar më shumë. Mi ka prun darësëm 5 euro, 5 kam ja qua. 50 euro, 50 euro. I thot, po që për t'jap 3.070 denar. Jo, 50 euro. Ka ardhë me vizitue? Ka me i shkua. A i tjeti s'ka ardhë? S'ka me i shkua. Thot për nga me se stem. El-wasilu lejse, thot Imam Buhariu në këtë kaptin, mirëmbajtësi i lidhjeve farefisnore nuk është me kompenzim, nuk konsiderohet mirëmbajtës. Në qoftë se ti shkon se të ka ardhur, s'do më thonë nuk konsiderohesh mirëmbajtës i lidhjeve farefisnore. E në qoftë se ai shkëputet, edhe ti je shkëput. Njerëzit ndahen në 3 kategori: mirëmbajtës, kompenzues edhe ndërprerës. Mirëmbajtës kush është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Laysa al-wasilu bil mukafi, walakin al-wasila alladhi idha qutiyat rahimuhu wasalaha." Nuk është mirëmbajtës i lidhjeve farefisnore ai i cili e bën me kompenzim. Mukafi çka është?
Ti e 5 euro, ja e 5 euro. Të thirr. E viziton, të viziton, e viziton. Që kjo është mukafi. Pa sa thotë që kjo nuk është mirëmbajtës. Që kjo nuk e mban. Po kush është mirëmbajtës? Kush është ai që e lidh? Thotë walakin al-wasil wasala është me i bashku diçka. Thotë alladhi idha qutiyat rahimuhu wasalaha, është ai i cili kur pala tjetër ndërpret, ky e lidh. E kjo është komplet në kundërshtim me tabiatën e shqiptarëve. Kur pala tjetër ndërpret, thotë pejgamberi, ky e lidh. Pra, e mban lidhen me atë të cilën e ka obliguar Allahu subhanahu wa taala. Thot Hafidh Ibn Hajeri, Allahu e mëshiroft. Njerëzit ndahen në 3 kategori. El-wasil është personi i cili e ban lidhjen me ata që e kanë këput. Ata e shkëputin, kjo e ma lidhjen. Që kjo është wasil. E dyta, el-mukafi, kompenzues. I japin, ju jep. E vizitojnë, i viziton. I bojnë mirë, u akther me të mirë. Edhe shkëputësi, edhe l-kati, alladhi ju të faddalu alehi, wala të faddal, është njeri i cili i bëhat mirë, pa i nuk banë mirë. Allah në bëf prej të parve, ose të dytve, mos bëjmë prej tretve, se ka mos dikush me na bëj mirë, dikush thot, e çfarë bëj tash, nëse ai vjen te na, mos me shku na, jo, do të më shku. Nëse ai ma lidhen, edhe me mojt lidhjen. Po pejgamberi sem ka dash me na potencu dhe me na tregu neve se punë shumë e madhe është që ti me mbajt lidhjen me atë që e shkëput me ty. Përndryshe, duhet me mbajt lidhjen. Kemë shku, kanë me të ardhë me ata që e mbajnë lidhjen farefisnore. Allahu na ruaj që mos të bëhemi për kategorisë të tretë, të cilët ndërpresin lidhjen farefisnore. Elusim Allahun që Allah të në falë mëkatet tona. Elusim Allahun që Allah të na ruan, të jemi të kujdesshëm, mos ta shkëputin lidhjen farefisnore. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.